Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes të Territorit, IKMT, ka bërë një reagim përmes së cilit ka shpjeguar procedurat e ndjekura, të cilat rezultuan në fund shembjen e Copacabana, beach bari i njohur në Sarandë. Një aksion ky i cili erdhi pas arrestimit të kryepolicit të Sarandës dhe vartëse të tij të premten e vonë të 15 majit, pasi kishin lejuar ndërtimin pa leje të tij kundrejt marrjes së ryshfetit. Beach bari është në pronësi të shtetases me iniciale AB, e cila është shpallur në kërkim që prej 14 majit. Ndërkohë IKMT ka bërë një sqarim në lidhje me procedurat e ndjekura pas deklaratës së avokatit të biznesit, i cili ka pretenduar se ka një kontratë të rregullt shiraje dhe leje nga KKTU. Përmes njoftimit të IKMT, bën më dije se shembja e beach barit erdhi pasi subjekti kishte kërkuar me vullnetin e tij zgjidhjen e kontratës së qiras për përdorimin e stacionit të plazhit dhe heqjen dorë nga përdorimi i tij në Vinjim që prej tetorit të vitit të kaluar, duke shtuar më tej se ndërtimet që po kryheshin në objekt ishin pa leje, gjë e cila hedh poshtë pretendimet e avokatit. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes të Territorit, IKMT, përmbylli në Sarandë ekzekutimin e vendimit për prishjen e një objekti të ndërtuar pa leje në breg të detit, bazuar edhe në referimin e bërë nga agjensitë ligjzbatuese për konstatimin e një ndërtimi të paligjshëm. Inspektorët e IKMT-s qendër kryen një inspektim më datë 13/5/2026 në Sarandë në subjektin AB, lagja numër 1, rruga Butrinti. Në kushtet e flagrancës, në territorin në fjalë, IKMT konstatoi objekt një katësh me konstruksion metalik të pambuluar, i vendosur mbi platformë betoni me gjoklatur me sipërfaqe 340 metra katror, platformë betoni me sipërfaqe totale 390 metra katror, brez dhe mure mbajtëse me sipërfaqe totale 12 metra katror, platformë drase e vendosur mbi konstruksion metalik, tuba me sipërfaqe 407 metra katror, si dhe strukturë metalike me tuba të pambuluar me sipërfaqe 66 metra katror, objekt një katësh me konstruksion betonarme i mbuluar me sipërfaqe 22.8 metra katror, pa leje ndërtimi. Edhe në rast se pretendimi i subjektit për ekzistencën e kësaj lejeje do të ishte i sakt, leja e lëshuar nga KKTU-ja e cituar nga subjekti nuk ka asnjë lidhje me situatën e evidentuar në terren me llojin dhe volumin e punimeve të paligjshme të kryera, përfshirë edhe hapësirën detare. Njofton ndër të tjera IKMT.